Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi në këtë pjesë të parë tek zhvillimet e fundit në Shqipëri, ku qeveria dhe SPAK do të përballen ditën e sotme në gjykatën kushtetuese për rastin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, dhe pse në gjykatën kushtetuese do të çyrtohet çështja për pezullimin e Ballukut, ajo ndërkaq nuk është palë dhe nuk do të jetë e pranishme. Dhe sigurisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar profesorin Alfred Halilaj. Profesor, ju përshëndes. Përshëndetje për ju, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Profesor, e nisim me atë që unë sapo citova pak më parë, për qeveria dhe SPAK do të përballen në gjykatën kushtetuese për rastin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. A jemi tashmë përballë një konflikti real, profesor, mes kushtetueses dhe ekzekutivit, por edhe drejtësisë, apo kjo ndoshta është edhe një betejë politike e maskuar, dhe çfarë pritet të ndodhë ditën e sotme? Po, Kryeministri Rama dhe qeveria e tij dhe gjithë Partia Socialiste si etnitet politik, në një farë mënyre janë gjendur në të njëjtën logjikë që politika shqiptare është ballafaquar me drejtësinë në këto 35 vite. Në gjitha rastet kur politikës i ka interesuar raporti me drejtësinë, janë shprehur pro, dhe në të gjitha rastet kur nuk ju ka interesuar, janë shprehur kundër. Pse ky rast tani është më flagranti, pra që është rasti që është, po them, pika e kputjes në këtë ballafaqim, lidhet me faktin se tashmë reforma në drejtësi ka marrë udhën e vet, dhe me gjithë ndikimet e qeverisë kryeministit Rama, në një farë mënyre i ka dalë jashtë kontrollit, pra në shumë aspekte, pavarësisht dominancës që ai ka pasur në këtë institucion, dhe tani më jemi në një përballje të hapur midis interesave politike të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit me drejtësinë, duke u kthyer në atë ballafaqimin historik, për të fola pak më lart. Sot mendoj se do të jetë një ballafaqim tërësisht politik, jo në argumenta juridik, sepse argumentat juridik është e qartë që janë në anën e SPAK-ut, askush do qoftë në një funksion shtetëror nuk është i pahetueshëm dhe nuk është i paprekshëm, dhe kjo duhet jetë parimi për sa kohë gjendesh përpara një dyshimi të arsyeshëm ndaj një vepre penale në rastin konkret. Kështu që gjykata kushtetuese do ta ketë, mendoj unë, shumë të thjeshtë, vetëm në rastin kur zoti Rama me zonjën Balluku e kanë planifikuar paraprakisht numrin e personave pro apo kundër vendimit paraprakisht. Domethënë, vetëm në të rast kur ndikimi i tyre do të ishte shumë i fortë për ta ndryshuar në favor të qeverisë, mund të jepet një vendim i kundërt nga ajo se çfarë ka kërkuar SPAK në fakt, sepse në analizë të fundit kryeministri kishte shumë të thjeshtë të zëvendësonte zëvendës kryeministren dhe të linte dorën e lirë të drejtësisë për të vepruar. E qartë, profesor, nga ana tjetër, nëse kushtetuesja i jep të drejtë vetë zonjës Balluku dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama, do thotë kjo se në të ardhmen SPAK edhe GKK nuk do të mund të pezullojnë kurrë më një ministër në detyrë? Po nuk është pezullim, dhe ky është edhe kurthi. Nuk është pezullim, domethënë të kërkosh që ai një njerëz që është në detyrë, cili do qoftë ai, në të çdo nivel të administratës, të kërkosh që ky njerëz të ballafaqohet me drejtësinë, nuk është ballafaqim kompetencash. Është thjesht një proces normal përballë të cilit duhet të vihet kushdo qytetar dhe kushdo funksionar në çdo nivel të qeverisjes që ai qoftë. Këtu problemi është politik. Zoti Rama gjithë të lëvizje e bën për të mbrojtur politikisht, sepse tashmë i bie që është zëvendës ministri e dytë në detyrë, zëvendës kryeministri e dytë në detyrë, e cila ballafaqohet me akuza të rënda për korrupsion, dhe
këto mekanizma janë vetëm mekanizma mbrojtës dhe nuk ka asnjë lidhje me atë të vërtetën, po them, të vërtetën universale kur dikush krye një vepër, dyshohet për një vepër, sepse për sa kohë prezumimi i pafajësisë është i padiskutueshëm si parim, por kushdo që dyshohet duhet ballafaqohet me drejtësinë. Dhe ballafaqimi me drejtësinë nuk bëhet duke qenë në detyrë, sepse siç e parashikon ligji, duke qenë në detyrë mund të dëmtosh provat, mund të intimidosh funksionarët që janë aty dhe që janë pjesë e saj dhe ai proces nuk do të jetë më i drejtë. Kështu që ishte krejt normale, nëse Partia Socialiste dhe zoti Rama do të qëndronin në parimit për cilin vetë kanë propaganduar prej kohësh, do duhet që menjëherë zonja Balluku të çlirohej nga barra e qenit zëvendës kryeministri dhe të ballafaqohej e lirë në barazi të plotë si një njeri që dyshohet për një vepër penale. Kështu që kjo është vetëm thjesht çështje politike dhe nuk është çështje e një procedurë e thjesht e zakonshme. Mendoj që gjykata kushtetuese sot do të lërë në fuqi atë proces normal që është për çdo funksionar. Gjithsesi, jetojmë në Shqipëri edhe ndikimet e qeverisë në sistemin e drejtësisë janë tashmë një trashëgimi politike e këtyre 35 viteve, kështu që gjithçka mund të ndodhë. Profesor, ndërkaq rolin e kuvendit dhe presidentit a e shihni real në këtë proces? Po, të themi këtë gjë që është për të ardhur keq për hir të vërtetës që qoftë kuvendi i Shqipërisë, qoftë presidenca, që dy institucione kushtetuese shumë të rëndësishme për funksionimin e Republikës së Shqipërisë janë institucione të asgjësuara për funksionin që ata duhet kishin. Dhe është për të ardhur keq presidenca, për shembull, që do duhet të ishte garanti i kushtetuesës, u përfshi në debate të cilat nuk i takonin. Presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e popullit, unitetin e shoqërisë dhe është garanti i parë i mbrojtjes kushtetues dhe nuk do duhet ishte përfshirë në asnjë rast në paraqitjen e vetes si palë me qeverisjen, edhe për të ngritur instrumenta ndihmës ndaj qeverisë. Kjo është e papranueshme. Ndërkohë nga ana tjetër kuvendi i Shqipërisë me gjithë ndasitë politike që mund të kenë palët shumë të forta dhe kjo është krejt normale në një demokraci, por kur vjen puna për ballafaqimin institucional, do duhet të ngrihesh në lartësinë e pozitës kushtetuese që ata përmbajnë si kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe jo thjesht si përfaqësues i një partie politike. Pra është për të ardhur keq që kuvendi i Republikës së Shqipërisë nuk e ka këtë lloj, po them, vetdije institucionale për të ndasive politike. Po kjo tregon edhe për demokracinë e pa konsoliduar shqiptare, tregon edhe për nivelin real të demokracisë, që do të thotë që akoma jemi shumë larg kësaj vetdije dhe nuk kuptojnë rolin dhe pozitën që kanë në sistemin tonë kushtetues. E qartë, profesor, nga ana tjetër, e gjithë kjo çështje që po zhvillohet ditën e sotme dhe hetimet që janë zhvilluar më herët për zonjën Balluku, si ndikojnë në perceptimin e publikut për gjithë reformën në drejtësi, pra si një drejtësi e fortë apo drejtësi selektive në këtë rast? Po, pritshmëritë e publikut dhe të shoqërisë, sepse kur i themi publik e vendosim vetëm thjesht në pozitën e vëzhguesit. Por shoqëria i ka dhënë pritshmëritë e saj ndaj reformës në drejtësi. Të gjitha sondazhet, të gjitha po them të dhënat tregojnë se shoqëria shqiptare ka mirëpritur reformën në drejtësi. Dhe drejtësia nuk mund të jetë selektive. Drejtësia nuk mund të përkthehet si në atë fermën e kafshëve që jo të gjitha do të jenë të barabarta. Nuk është normale kjo. Më thonë, sidomos institucionet e reja të drejtësisë, pikërisht për këtë
për të dhënë mesazhin që askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është ideali që duhet realizuar për të gjithë dhe për çdo antar të kësaj shoqërie, ka qenë pritshmëria themelore. Ndaj nëse ne verifikojmë, nëse shoqëria verifikon që sërish ndodhin të njëjtat mekanizma, atëherë besimi i shoqërisë tek drejtësia bie dhe është normale tani që njerëzit të jenë dyshues dhe dëgjojnë. Ne diskutojmë her pas here edhe me studentë në kazuse të ndryshme, auditorë dhe me kolegë dhe me miq intelektual. Dhe problemi i kësaj drejtësie sot është qëndrueshmëria e saj, që ajo të tregojë realisht forcën jo për të kthyer në një persekutore të askujt, por për të ndërtuar stabilitetin në funksion të realizimit të idealit të drejtësisë. Dhe kjo është ajo që e mban shoqërinë shqiptare me besim shumë të madh ndaj reformës në drejtësi. Por nëse na ndodh që qoftë edhe nga këto procese që tashmë qeveria është vendosur, ndodh që fiton ai që është me qeverinë dhe fiton ai që është më i forti, atëherë besimi qytetar është i qartë që do të zbehet, do të bjerë, do të kthehet në ato nivele që njerëzit fillojnë të zgjidhin problemet me të njëjtat metoda të korrupsionit, të mitmarrjes, të nepotizmave, të gryrjes së brendshme të sistemit të drejtësisë, pra ajo që ka në fund të fundit e kishte prodhuar gjithë atë gangrenën e madhe deri në momentin kur ndërmor reforma në drejtësi. Pra që kjo reformë të mund të dëshmohet e vërtet, do duhet të ketë qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmëria lidhet me provat që ajo do të japë përballë njerëzve të pushtetshëm. Dhe njerëzit e zakonshëm e kanë përjetuar dhe e përjetojnë përdit raportin me drejtësinë. Njerëzit e pushtetshëm janë ata që e kanë inspiruar dhe frymëzuar korrupsionin në drejtësi. Nuk janë njerëzit e zakonshëm, nuk jemi ne, shoqëria, që e kemi frymëzuar këtë. Është politika dhe instrumentalizimi politik i drejtësisë që e ka nxitur korrupsionin në sistem dhe mungesën e drejtësisë në thelb. E qartë. Profesor, nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike pritet të votojnë për anëtarësimin e Shqipërisë në bordin e paqes së presidentit Donald Trump, pra që është bërë për Gazën. Si e shihni, profesor, është vota pro bordit paqes të Trump një lëvizje strategjike pro SBA-s apo nga ana tjetër është një kompromis politik i detyruar nga ana e Partisë Demokratike? Unë pak më lart fola për vetëdijen institucionale të parlamentit, të një për institucioneve të rëndësishme të sistemit kushtetues. Opozita dhe pozita duhet të vinë te kjo vetëdije shtetërore. Dhe nuk do të ishte as pak normale që një ftesë të presidentit Trump për të bërë pjesë e një bordi paqeje t'i thuhej jo. Është kundër interesit kombëtar të shqiptarëve që të thuhet jo në raste të tilla. Pra, nuk është normale, qëndrimi i përkundër do të ishte një fatalitet për shoqërinë shqiptare. Dhe nuk besoj që opozita shqiptare do bjerë në këtë nivel. Pastaj, se që bëjnë Partia Socialiste me teknikat politike për të përfshirë emrin e kryeministrit në propozimet që jepen kuvendit e kështu me radhë, domethënë këto janë taktika politike të vogla që përdoren për të instrumentalizuar këtë ftesë që i bëhet Shqipërisë në funksion të një individi që është kryeministri. Por gjithsesi ne opozita duhet të jetë në lartësinë e vetëdijes shtetërore dhe kombëtare dhe nuk ka se pse kompleksohet nga fakti që në këtë rast do të jetë kryeministri me emrin Edi Rama në sipërfaqësuesi i Shqipërisë. Kështu që në këtë qast është ai, në një qast tjetër mund të ishte dikush tjetër, pra ftesave të tilla nuk mund t'ju thuhet jo dhe nuk mund të ketë qëndrime të përkundërta. Sa reale dhe sa simbolike është një profesor anëtarësimin e Shqipërisë në bordin e paqes të Donald Trump?
Po ky është një mekanizëm që presidenti Trump po e përdor për të vendosur një rindërtimin e Gazës dhe për të vendosur stabilitetin në rajon. Pra është një ndërhyrje e stilit amerikan për të ndërtuar një koncept të ri paqeje në rajon dhe në një farë mënyrë është edhe një test për presidentin Trump për të parë se sa i ofrohen koncepteve të tija vendet rreth botës, sa vende i bashkohen dhe sigurisht jetojmë në një epokë të re, tjetër të sistemit botëror, kur gjërat kanë ndryshuar, kanë lëvizur në këtë kuptim dhe presidenti Trump është ndoshta katalizatori kryesor i kapjes së këtyre ndryshimeve në këtë moment kohor. Ndaj mendoj që Shqipëria do të jetë sigurisht në anën e atyre në anën e Shteteve të Bashkuara vend alat strategjik i përjetshëm i shtetit shqiptar dhe i kombit shqiptar. Kështu që nuk ka dilema në këtë arsye, në këtë pjesëmarrje. Pastaj suksesi apo mos suksesi i presidentit Trump nuk na takon ne ta gjykojmë, domethënë do të jetë koha që do ta vërtetojë. Amerika është një shtet me një plan përtej një presidenti, nuk funksionojnë ata me politika momentale si që kemi mësuar ne. Ata kanë brenda organizmave tyre më të larta, kanë sektore të rëndësishme që bëjnë planifikime 10, 20, 50 vjeçare paraprake, kështu që shumë politika që zoti Trump i ka prezantuar me të madhe sot janë thjesht po them aplikimi i politikave që nuk thuhen, por që janë tashmë në agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës paraprakisht. Ndaj që mund na bëj përshtypje kështu në fal protagonizmit të tij politik të zotit Trump, karizma e tij dhe po them pozita e tij si personaliteti i tij, por që politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk janë politikat të momentit, nuk janë politikat të një çasti, por janë politika afatgjatë. E qartë. Mirë, profesor, për ta mbyllur pyetja e fundit, pse Partia Demokratike zgjedh të votojë po, pra edhe pse pranon publikisht shkeljet kushtetuese që janë bërë në këtë rast, por edhe procedurale nga ana e mazhorancës? Por sepse është ky qëndrim që përmenda më lart, nuk mund të dalim, Partia Demokratike nuk mund të dalë kundër një ftese që bëhet në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike nuk mund bjerë në kurthet dhe të kompleksohet nga fakti që është Edi Rama kryeministër dhe që do t'i takojë atij të jetë në këtë bordin e momentit. Aty është kryeministri i Shqipërisë, pra është ftuar Shqipëria, shteti shqiptar dhe nuk është ftuar Edi Rama, dhe kjo diferencë duhet bërë e qartë, dhe askush nuk ka sepse kompleksohet nga opozita shqiptare. Përkundrazi, votimi dhe inkurajimi është proces tërësisht normal. Partia Demokratike është një parti e shpallur pro-amerikane, është një parti që në trashëgiminë e saj ka arritjet më të mëdha gjatë qeverisjes së saj, qoftë në periudhën e parë kur ka qeverisur, qoftë në periudhën e dytë, kështu që nuk ka asnjë kompleks. Biles, kompleks duhet ta kenë dhe besoj e ka shumë kryeministri Rama, sepse qënia e tij në një tryezë me një president të cilin e ka etiketuar në mënyra, po them, jo të përshtatshme, mendoj që sikleti do të jetë më i madh i tija, duke qenë në krah me një individ i cili nuk ta përton kur vjen puna në planin e drejt për drejt, dhe ndoshta mos u surprizoni, të mos rrim të rrim në kontakt, sepse ndoshta mund të shikoni një reagim të presidentit Trump që e tejkalon Zelenskin apo edhe presidentin Macron në ujin e ftohtë, të cilin ai e përdor her pas here për individ të cilët e kanë etiketuar në forma të ndryshme. E qartë. Mirë, profesor, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit. Faleminderit.
Mirë, të nderuar teleshikues, mbyllim këtu këtë pjesë të parë. Ishim me profesorin Alfred Halilaj, ku diskutuam mbi zhvillimet politike në vendin tonë. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur te Kosova dhe Serbia. Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi te Kosova dhe Serbia. Do diskutojmë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kam të ftuar ditën e sotme pikërisht për këto zhvillime zotin Blerim Canaj. Zoti Canaj, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje. Zoti Canaj, nisim me dialogun, pra në kushtet kur dialogu tashmë ka prodhuar më shumë deklarata se sa nënshkrime konkrete, ashtu si e din, lind këtu edhe dilema nëse kërkesa e Kurtit për nënshkrimin formal të marrëveshjes bazike është tashmë e realizueshme. Si e shihni, sa realiste është kjo kërkesë, duke njohur këtu edhe qëndrimin aktual të Serbisë? Unë mendoj që duhet disa çështje thelbësore që të kenë parasysh që Serbia të nënshkruajë diçka me Kosovën. Dhe një nga ato është që edhe më tutje Serbia Kosovën në preambulën e saj kushtetuese e mban si pjesë të saj. Dhe natyrisht pastaj që secili lider në Serbi do të hezitoj që të nënshkruaj diçka, për shkak se do të merrej si një nënshkrim në mes të dy shteteve dhe ndoshta po them mund të ishte vetvrasje politike për secilin lider serb. Duhet ta kemi parasysh edhe një fakt që kam përshtypjen që kjo çështja dhe tema e nënshkrimit nga ana e zotit Kurti po përdoret edhe goxha mirë si një farë loje për ta bindur qytetarin apo duke përpjekur ta bind qytetarin që në fakt nuk është arritur kush e di se çka në Bruksel, por shkak se të gjithë e dim që në marrëdhëniet ndërkombëtare zotimi është në një farë forme nënshkrim. Andaj këtu edhe është çështja pse është edhe presioni nga bashkësia ndërkombëtare që faktikisht Kosova dhe Serbia të merren me implementimin e zotimeve të cilat i kanë dhënë në Bruksel. Për këtë arsye kemi pastaj edhe aneksin e Ohrit dhe tani jemi këtu ku jemi. Zoti Canaj, nga ana tjetër, pas zgjedhjeve, Kurti thekson se Kosova tashmë ka hyrë në dialog me legjitimitet të ri demokratik që sipas tij garanton stabilitet dhe parashikueshmëri. A e përmirëson realisht ky legjitimitet pozitën negociuese të Kosovës në Bruksel? Mendoj që pozita negociuese të Kosovës në Bruksel e përmirëson vetësjellja e Kosovës. Për shkak se legjitimitetin zoti Kurti e ka pasur edhe më herët, nuk është hera e vetme ku zoti Kurti ka legitimitetin mbi 50%. Edhe herën e kaluar e ka pasur të njëjtin, mirë po kemi arritur ku kemi arritur, madje kemi përjetuar edhe sanksione. Kështu që mendoj që sjellja politike e Kurtit është goxha e rëndësishme që pastaj të shohim se si po avancohemi, nëse avancohemi në arenën ndërkombëtare, por legitimiteti thjesht e argumenton me bindje që ky është fituesi i zgjedhjeve dhe ky mund t'ju prij proceseve. Bashkimi Evropian, zoti Canaj, mbetet ndërmjetës kryesor i dialogut, por shpesh është kritikuar për mungesë presioni ndaj të dyja palëve. A ka realisht tashmë vullnet Brukseli ta detyrojë Serbinë drejt nënshkrimit dhe zbatimit të marrëveshjes? Unë mendoj që tani në këto ndryshimet gjeopolitike ku porzohet rendi i vjetër dhe faktikisht ka filluar të ndërtohet një rend i ri, spari duhet ta shohim ne se si qëndrojnë raportet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në mënyrë që pastaj të kemi një farë parashikimi se si do të vejë edhe dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mendoj që roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jetë tani më kyç, për shkak se nga përvoja e dim që gjithmonë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur një rol të rëndësishëm, gjithmonë është arritur edhe një përfundim dhe nuk ka qëndruar gjithmonë një situatë në një status quo asgjat. Kështu që mendoj që shumë do të mvaret tani këtë herë do të mvaret edhe nga ajo se çfarë rendi po ndërtojmë,
ku qëndron Kosova në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ku qëndron Kosova në raport me Bashkimin Evropian. Por në këtë kontekst mendoj që momentalisht për neve të jetë rëndësishme janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shihni sot, zoti Cani, raportin e Kosovës me SBA? Po t'ju them të drejtën, në aspektin ushtarak të mirë, absolutisht. Në aspektin diplomatik jashtëzakonisht të keq. Për shkak se ndoshta edhe është kjo sikur që është, për shkak se tani më është e qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo që heqin dorë lehtë nga Kosova dhe këtë e din zoti Kurti dhe për këtë arsye ka luajtur me kartën e tillë. Mirë po, cili ka qenë e mira që i është sjellur Kosovës nga këto raporte që i ka shkaktuar Kurti me diplomacinë amerikane, por edhe me politikën. Mendoj që duhet të rimendohet qasja dhe pastaj të vazhdohet me një qasje tjetër më ndryshe. Natyrisht në raport me situatën e re gjeopolitike. Zoti Cani, çfarë rrezikon në këtë rast Kosova nëse dialogu ngec për shkak të refuzimit nga ana e Serbisë pas insistimi i Kosovës në garanci juridike, shihet shpesh pra si një kërkesë për siguri afatgjatë, por njëkohësisht nga ana tjetër mund të sjellë edhe bllokime. Shani, kur heziton Serbia nuk është shumë problem i madh, për shkak se dihet qasja e Serbisë, vrehet që ajo nuk e ndryshon qasjen e saj, pikërisht nga hezitimet serbe, ndoshta Kosova gjithmonë ka përfituar, mirë po e kemi parë që edhe Serbia ka përfituar nga hezitimet e Kosovës. Mendoj që një bashkëpunim i mirë diplomatik me shtetet partnere, e sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mund të arrijë atë që dëshiron Kosova, por ne nuk mund të presim tani që të gjitha do t'i marrim, ashtu të them, për shkak se në fund të ditës përvoja historike na ka treguar që gjithmonë pas luftrave ka dialogje dhe në dialogje gjithmonë funksionojnë kompromiset. Kompromiset jo gjithmonë janë të këndshme, por duhet të nxirret më e mira e mundshme. Dhe tani të presim dhe të shohim. Ajo që kemi parë nga e kaluara është për shembull, në qoftë se flasim për bisedimet në Vjenë dhe arritjen e planit të Ahtisarit, ajo ka qenë më e mira që ka mund të nxirret dhe është parashikuar në raport me serbët, një bashkësi e komunave serbe e cila është quajtur asociacion, i cili faktikisht ka pasur rolin e një organizate jo qeveritare. Por hezitimi tani është për shkak se kemi arritur në një pikë pas zotimeve në Bruksel ku shumë ekspert të kushtetueses dhe të shumë jurist, ekspert të çështjeve juridike po e shohin si një autonomi funksionale për serbët në Kosovë dhe kjo natyrisht është e rrezikshme. Kjo është edhe arsyeja pse na ka ardhur një draft ku flitet për arbitrazhin, për rezolutën 1244 e tjera. Prandaj mendoj që kjo çështje nuk ka qenë e mirë dhe mendoj që kjo forme që është ofruar është përtej asaj që është menduar në fillim. E qartë, nga ana tjetër, deklaratat e kryeministrit Kosovës Albin Kurti për mungesën e legitimitetit të leadershipit serb përbën këtu një element të fortë politik në këtë fazë në cilën ndodhet tashmë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. A e shihni si një strategji diplomatike apo rrezikon kjo që ta tensionojë më tej procesin? Unë mendoj që kjo, natyrisht që zoti Kurti mund ta thotë ato mirë, po në fund të ditës zoti Kurti do të takohet me një përfaqësues serb dhe kur ka ndërmjetësim nga bashkësia ndërkombëtare, neve na intereson ajo se ka merr Kosova nga ajo dhe jo çka ka zgjedhur populli serb në Serbi. Ndoshta nesër pas këtij të tani pas udhëheqësit aktual mund të vijë një dhe më i keq se ky. Apo më i mirë, ne nuk e dim atë, por ne ajo çka e dim është që takimet kryeministër presidenti Serbisë thjesht janë takime të cilat
duhen të shihen si takime në mes të dy liderëve shtetëror, të cilët mbi supet e tyre bartin peshën e dialogut, dhe aty përfundon për Albin Kurti. Natyrisht që mund ta përdor si levë dhe si kartë diplomatike, natyrisht që mund ta përdor edhe për të siguruar garanci më të mëdha për çështje të caktuara, por mund ta përdor edhe për të shtyrë, për të ikur temave. E qartë. Mirë, zoti Cani, për të kaluar tek Serbia, e cila ka hyrë tashmë de facto në një periudhë parazgjedhore që nga fillimi i vitit 2026, dhe pse data e zgjedhjeve tashmë ende nuk është shpallur zyrtarisht, mbi një vit pas nisjes së protestave studentore dhe tensioneve politike të cilat janë krijuar në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhjet parakohshme pa dhënë një fakt të saktë, por duke lënë të mundshme mbajtjen e tyre mes muajve tetor edhe dhjetor. Si e shihni zoti Cani, kujt po i shërben më shumë kjo situatë tashmë? Po shishani, çdo zvarritje dhe çdo paqartësi në këtë kontekst, fatkeqësisht ne jemi të mvarur kur flitet për dialogun, për shkak se neve na duhet të ecim shumë procese përpara. Po natyrisht që këto çështje të protestave, një leadership i tillë çfarë e ka Serbia, më shumë i kushton Serbisë. Por për shkak të një farë mini rrugtimi, ashtu ta quaj, të cilin e kemi ne, dhe ku gjithmonë na del Serbia përballë, natyrisht mund të na shkaktoj humbje kohe edhe neve. Unë veç shpresoj që Serbia, Vučići kur e shef që po humbe në Serbi, nëse humb, nuk bëhet një farë agresori i tillë i cili për të shtyrë pastaj mandatin e tij mund të veproj me agresivitet në tema të caktuara, ndoshta të krijojë edhe ndonjë konflikt, por tjetra, ju them të drejtën, është çështja e Serbisë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Cani, sipas disa analizëve për herë të parë pas shumë vitesh sondazhet flasin për një ekuilibër mes pushtetit këtu dhe opozitës. A është një dritare mundësie për një ndryshim pushteti në Serbi, apo është vetëm një moment i përkohshëm për tani që flitet? Po shqyqani, nga ajo që e kemi parë që sa kohë protestat, paknaqësitë e qytetarëve, ndërtimi i klaneve të interesit, s'po them grupeve të interesit, por klaneve, madje të interesit brenda Serbisë nga presidenti Vučić, natyrisht që pastaj çon në irritimin e qytetarit. Në anën tjetër edhe qeverisja e gjatë, ju them të drejtën, e bën vetën mirë, po dhe dështimet politike të cilat i ka pasur, për shkak se të gjithë e dimë që Vučići nuk ka pasur tema të qarta në raport me Rusinë, në raport me Kinën, në raport me Bashkimin Evropian, dhe edhe atje ka një strukturë qytetare e cila ndoshta e dëshiron një riorientim. Por këto janë arsyet pse Vučićin natyrisht që rrëzojnë dhe mendoj që kjo është shansa që faktikisht opozita e tanishme të marrë pushtetin. Në fakt, zoti Cani, nisma një student në çdo fshat synon të thyejë dhe dominimin e medjave pranë qeverisë dhe duke shkuar direkt tek qytetarët në këtë rast. Sa efektive është kjo strategji në një sistem ku pushteti kontrollon informacionin dhe institucionet? Po shishani, ndoshta ata e kanë parë si një metodë të mirë të mundshme që të shkojnë derë më derë. Keni vërejtur, ne kemi fushata zgjedhore të tilla derë më derë, por shkak se është çështje goxha efektive. Dhe natyrisht që kur flet me secilin qytetar, apo kur tenton të flasësh me secilin qytetar, me secilin grup qytetarësh, mendoj që përçohet edhe mesazhi më mirë, apo shkon më mirë tashti. Nuk dua të them që manipulohet më mirë, për shkak se në fund të ditës e kemi një çështje ku ata dëshirojnë edhe ta çojnë me një hap të tillë një mesazh te Bashkia Ndërkombëtare, të flasin për autokracinë që e ka kapur Serbinë, se si gjithçka në Serbi është e kapur. Dhe mendoj që është një përqim i mirë i mesazhit në të dyja anët, edhe te Bashkia Ndërkombëtare, po edhe te qytetari serb.
Ndërkohë, zoti Canaj, raportohen edhe presione ndaj studentëve, largime nga puna dhe hetime penale që rrisin sigurisht edhe frikën dhe polarizimin në Serbi. Apo hyn tashmë Serbia në një fazë më represive të qeverisjes, ndoshta për të shmangur këtu dhe humbjen e pushtetit? Shani, kjo ka filluar më herët, tani vetëm ka filluar të përmendet dhe të bëhet më publike. Por këto probleme në Serbi kanë qenë që herët. Kështu që kjo farpërçarje ka filluar që herët. Mirë, po tani duket që ka marrë një farhovi dhe kur këto çështje marrin hov natyrisht që mund të thuhet që ndoshta janë pjekur kushtet që të ketë një farë ndryshimi të qeverisë dhe të orientimit në Serbi. E qartë, mirë, zoti Canaj, për të mbyllur pyetjen e fundit, Ndërkaj Vučić po vonon zgjedhjet mes presionin ndërkombëtar, sigurisht dhe rrezikut të sanksioneve ndaj sektorit energjetik, veçanërisht të NIS. A janë tashmë faktorë ndërkombëtar vendimtar për kohën e zgjedhjeve, apo kjo mbetet në kalkulimin personal të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić? Pyetje e mirë. Unë mendoj që të dyja, për shkak se presioni natyrisht që çon në një farë revolte më të madhe, por mendoj presionin ndërkombëtar mund të arrisë revoltën qytetare dhe revolta qytetare pastaj ta fut nën presion Vučićit që të shkohet në zgjedhje. Por krejt kjo është në fund të ditës çështje se si menaxhon një politikan situatën dhe se si arrin që te qëllimet e tij duke menaxhuar situatën. Kemi raste të tilla jashtëzakonisht shumë, por natyrisht që kur ka presion ndërkombëtar, kjo e rrit pastaj ashtu të them presionin të vetë aktert dhe të vetë qytetari dhe mund të ketë efektin e saj. E qartë, mirë, zoti Canaj, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, të nderuar televizionistët, ishim me zotin Blerim Canaj, ku diskutuam për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe zgjedhjet e parakohshme në Serbi. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të dytë, më pas rikthehemi në pjesën e tretë për të folur mbi gjeopolitikën. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e tretë ku do ndalemi tek gjeopolitika, do flasim për Europën dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat po e shohin tashmë Groenlandën, gjithje më shumë si një territor kyç në garën globale për metalet e rralla dhe mineralet kritike të domosdoshme, këto për teknologjinë moderne, tranzicionin energjetik dhe sigurinë ushtarake. Por ky interes në rritje ka nxitur jo vetëm konkurrencën ekonomike, por edhe tensione politike, por fshir këtu mosmarrëveshje diplomatike dhe kërcënime me vendosje të tarifave. Kam të ftuar ditën e sotme zotin Erdian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi dhe për mua. Zoti Elezi, nisim me atë që thash pak më parë. Groenlanda për shumë vite e konsideruar tashmë si një territor periferik i Arktikut, sot po shfaqet gjithnjë më shumë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare për shkak edhe të pozicionit të saj strategjik dhe pasurive natyrore që ka. Si e shihni, zoti Elezi, është sot Groenlanda një fushë betejë re gjeopolitike mes fuqive të mëdha? Po, pa tjetër, nderuar, ajo ka qenë pavarësisht që nuk është përfaqur, po gjithmonë ka qenë pjesë e diskutimeve, negociatave, apo edhe marrëveshje mes Groenlandës, Danimarkës nga një anë dhe SBA-s perëndimin nga ana tjetër, po aq më tepër ku prezenca edhe interesat gjeostrategjike dhe të aktorëve dhe fuqive të tjera, rajonale dhe me ato globale si Rusia dhe Kina, gjithmonë kanë pas interes të shtuar për Groenlandën për atë që janë vetveta e përfaqëson. Është një nyje që lidh, do themi, pjesën e Amerikës Veriore me Evropën dhe që është një kontroll dera dhe syri kryesor me fjalë hyrës në pjesën e euroatlantike dhe si e tilla e merr një rëndësi gjithmonë më të veçantë dhe sidomos sot ku bota po shkon drejt një konfigurimi të ri për shkak të përplasjes të hapur tashmë të interesave gjeopolitike dhe për këtë përplasje ndodhin gjithandej dhe rasti i Groenlandës është një shembull tipik i cili në farë mënyrë është realizuar dhe fal asaj që në ndryshimet çastës së SBA-s, në rastin konkret në dokumentet e strategjisë sigurisë kombëtare ku Groenlandën dhe jo vetëm Groenlandën e shef një zonë me interes të saj
gjeostrategjik, gjeoekonomik, çështjet e sigurisë globale dhe si e tillë ajo ka marrë një vëmendje shtuar për këtë arsye dhe për ata që vetvete përfaqëson dhe për ato burime që ju thatë, burimet e materialeve të rralla ku çdo fuqitë kryesore synojnë që ta kenë në kontroll jo vetëm për këto burime, por edhe për platforma ku mund vendosen sisteme të ndryshme të mbrojtjes raketore, po edhe për sigurinë e furnizimeve dhe kanaleve të komunikimit për mallat dhe produktet. Dhe ka një rëndësi të veçantë gjeostrategjike, sidomos edhe me këtë erën e re të zhvillimeve, po themi, edhe ekologjike për shkak të ndryshimit klimatrik të raporteve të klimaterike, ku me shkrirjen e akuve kuptohet që merr edhe një rëndësi të veçantë. Sa real është rreziku, zoti Eliazi, që këto përplasje të kthehen në një krizë të hapur transatlantike, pasi marrëdhëniet mes SBA-s dhe Europës janë përballur me tensione të reja, veçanërisht pra në çështjet që lidhen pikërisht me Groenlandën? Reale në kuptimin e një përplasje drejt për drejt ndëruar nuk mund të thuhet në kuptimin e një konflikti të armatosur, sepse ato janë pjesë e një qasje dhe një filozofie dhe një ideologjie, në fjalë si bota euroatlantike që bashkon të vlerat të lirisë, demokracisë dhe çështjet e sigurisë, sfidat të cilat ai ndajnë së bashku, ku edhe Danimarka dhe Grenlanda është pjesë e kësaj filozofie dhe qasje, po kuptohet në sfidat e reja të çështjeve të sigurisë i vin Grenlanda sidomos nga SBA-ja, tani e cila ka folur me një gjuhë edhe kategorike, po edhe me një gjuhë sa të shkopit edhe karrotët në kuptimin e asaj që ta nështroj përballë mjeteve të ndryshme diplomatike, politike dhe një gjuhë edhe hartë të përdorur nga presidenti Trump për t'ju bindë verdiktit dhe vullnetit të tij, mund të përshkallëzohet si një konflikt, po jo në nivelin e asaj që mund të jetë ushtarak, absolutisht. Pavarësisht që e ka lënë në kuptuar që edhe mund ta pushtojë Grenlandën, por nuk është atë qëllimi është problemi ta bëjë pjesë e dominimit vet në funksion të arritjes së interesave gjeostrategjike dhe çështjes sigurisë. Por mendoj në këtë aspekt do pa edhe gjithë lufta që bëhet, lufta ekonomike përmes aplikimit të tarifave, ku edhe Danimarka dhe Grenlanda ka qenë pjesë e kësaj, ndërkohë që varësisht nga fakti se si kanë qenë reflektimet për qëndrimin dhe kategorizimet e shtëpisë bardhë, ka ndryshuar dhe strategjia amerikane në lidhje me këtë, por që do marrë në konsiderat çdo lloj situate e cila në rast se një skenar nuk i bindet verdiktit amerikan, let në kuptohet që mund të kemi një përplasje, një fjalë, po jo në nivelet ushtarak, por një përplasje që bindet të verdiktit dhe të marrë një formë e cila përplotson edhe vullnetin amerikan. E qartë. Ndërkaq zoti Eliazi, çarjet me salatëve perëndimor kanë krijuar këtu edhe hapësira që aktorë të tretë të shfrytëzojnë për interesat e tyre strategjike, pra në rastin e Groenlandës. Apo e përdor Rusia këtë situatë për të dobësuar këtu dhe unitetin euroatlantik? E nderuar, dokumentet e strategjisë sigurisë kombëtare të Rusisë, perëndimin tërësisht, kur flasim perëndimin gjithë rreshtimet euroatlantike dhe shtetet, shifen si kundërshtar dhe pikërisht për të arritur dominimin dhe ndikimin e saj Rusia në perëndim, përdor edhe strategjinë e cënimit apo krijimit të ruptyrave midis shteteve të caktuara për të prish pikërisht atë kohezion dhe mendoj që edhe rasti i Grenlandës është përdor edhe politikisht edhe me gjuhën diplomatike të aktorëve dhe përfaqësuesve të Kremlinit lidhe me këtë, ku synon çfarë të vrasin ndërgjegjen apo e Bashkimit Evropian, të cilët çfarë nuk janë zonja që të mbrojnë integritetin dhe sovranitetin e vendit të tyre, edhe për të krijuar atë çarje dhe prishjen e kohezionit midis këtyre vendeve. Është edhe momente të cilët jo në pak raste ka përdorur, sidomos ku ka pas momente përplasjesh të konfliktesh fjalë midis SBA-s nga një anë dhe vendet caktuara të Bashkimit Evropian, Francë, Gjermani apo në rastin konkret të Danimarkës, dhe e përdor për qëllimet e tij për të krijuar dhe për të asociuar edhe çështën e Grenlandës edhe me situatat e tij në rreth rajonit, por e bën gjithmonë në funksion të asaj strategjie për të prish gjithmonë kohezionin e brendshëm të perëndimit në mënyrë që ta ketë më të lehtë ndikimin e vet dhe realizimin e atyre objektive që lidhen me çështjet jo vetëm të sigurisë, sepse Rusia ka interesa të forta
sigurisë në Arktik dhe Grenlanda shihet si pjesë e këtij interesi, apo edhe Kina, dhe të cilët janë bashkë në këtë strategji. Dhe atyre intereson dobësimi i forcës perëndimit, dhe kur flasim perëndimit të SBA-s, të alat e tij, dhe Grenlanda është një moment i cili po e teston këtë strategjitë të tyre dhe këtë të durim edhe të BE-s në një ranë edhe vend të tjera, po edhe SBA-s. Po do të tregoj se sa do të jenë të arrirë, por janë edhe situatat të cilët i shfrytëzon më së miri për të kriju vakume dhe çarje, qoftë Rusia, po edhe Kina, në aleancat të cilet shihen si kundërshtare me njëra tjetrën. Sa e rrezikshme është kjo varësi, zoti Lezi, për SBA-n dhe Europën? Flas për varësinë strategjike dhe ekonomike. Në kuptimin e Grenlandës, Po, në kuptimin e Grenlandës. Po varësia është për shkak të asaj që i përfaqëson e nderuar Grenlandë. Në aspektin e gjeostrategjik është pozicioni i saj si një urlisë apo një si platformë, varet se si mund ta konsiderojmë, nga të cilët kondron SBA-ja për çështjet e sigurisë gjithë pjesën tjetër hyrëse në Atlantik, po edhe për të kontrolluar dhe gjithë strategjinë, po them monitoru strategjinë ruse apo dhe kineze në këtë pjesë të botës dhe në Arktik, sepse ajo është një lidhje midis Amerikës Veriut, po edhe pjesës tjetër e Evropës dhe përmes saj shef edhe lëvizjet e Rusisë dhe të Kinës. Dhe për këtë arsye merr një rëndësi të madhe, nuk mund ta lajë absolutisht Grenlandën, por kemi parasysh që Grenlanda duhet të panë kontinuitet edhe me qëndrimin amerikan ndaj Kanadas, ai shihet si një thellësi strategjike, strategji sigurisë kombëtare të Amerikës, në një përplasje të mundshme me bllokun tjetër, me Rusinë dhe Kinën, dhe për këtë arsye ai merr një rëndësi të madhe, jo vetëm vetëm për burimet ekonomike, ato të rralla, të cilët janë shumë të leverdishme dhe të një rëndësi strategjike, por mbi çështjet e sigurisë globale. Dhe para këtë vështrim, Grenlanda krijon një farë mënyre edhe kushtëzime dhe varësi, dhe për atë themi që qasja e SBA-s, po edhe vetë Bashkimit Evropian do të jetë harmonike në kuptimin e asaj që mos të cedojnë absolutisht për çështjen e Grenlandës, duke pas parasysh që janë çështjet e sigurisë ato që prevalojnë në raport me interesat edhe kombëtare. Për atë do të them që varësia dhe kurzimet janë të mëdha dhe si tillë nuk do të lihet vakumve apo të krijohet mundësi e përçarjes që të shfrytëzohet nga ana e Kinës. Janë të parë në analizë shumë elemente, ajo ekonomik, në kuptimin e saj që përfaqëson burime të rralla dhe rezervat e shumta që ka Grenlanda, po mbi të gjitha dhe pozicioni i rëndësishëm gjeostrategjik, ku përdoret, siç e thash, edhe si elementi një thellësie strategjike në ndryshimin e syrit në SBA-s, për jo vetëm SBA-s, po edhe të BE-s, për sa i përket lëvizjeve të Rusisë apo strategjisë saj, sepse tashmë vatra e përplasjes është Arktiku, aty janë interesat përbashkëta midis këtyre bllokeve dhe pjesë e këtij interesi është Grenlanda si vazhdimsi gjeografike. Duhet parë kemi parasysh që mësimet që na vijnë nga historia e të tjerë, që gjeografia ose boshti historik i gjeografisë është ai që përcakton interesat e këtyre bllokeve, dhe pikërisht për këtë merr një rëndësi të madhe dhe mund të themi që është i varur dhe i kurzuar edhe qëndrimet dhe vendimet që merr këtu, pikërisht edhe për shkak të pozicionit të Grenlandës. Zoti Lezi, nga ana tjetër, a mund të përdor Kina metalet e rralla si një armë gjeopolitike dhe shuaja pasi në rivalitetet globale burime natyrore janë shndruar shpesh në mjet e presioni politike dhe ekonomike? Absolutisht e nderuar, sepse arsyet kryesore që shtetet dhe kombet shkojnë në luftë përposa asaj perdis diplomatike që mundohen të justifikojnë casus belli për ta bërë sa më demokratike arsyet apo të pranueshme për opinionin, janë pikërisht ana ekonomike, burimet, të cilët në përpjekjet për dominim dhe hegemonim janë këto kryesore, të cilët është shkaku kryesor i përplasjes dhe armët
gjeopolitike, është armat gjeoekonomike, në rastin konkret janë këto burime, dhe pikërisht këto burime të cilët janë të rralla janë vëmendjen e gjithmonë të këtyre fuqive, sidomos Kinës, i cila i përdor me tepri këto dhe ka bazën kryesore të zhvillimit të saj ekonomik dhe teknologjik, përdorimin e tyre aq më tepër për nivelin e lartë teknologjik që ka marrë ajo sot, dhe përdorimi i këtyre dhe kontrolli i këtyre burimeve është pikërisht ajo cilët sot janë prioritetet e strategjisë sigurisë e këtyre vende, sidomos dhe që shojnë edhe përplasje. Dhe kuptohet reagimi do të pasojë me kundër reagime, në rast se SBA sot ka shpalosur strategjinë e re Trump të tarifave, po si kundër edhe kontrollit të gjithë këtyre zonave interes të strategjik, kuptohet edhe akmarrja kineze dhe jo vetëm kineze, po edhe ruse do të jetë proporcionale në kuptimin e kundër reagimit, jo vetëm ndaj drejt për drejt, po edhe indirekt përmes zinxhirëve të furnizimit apo të gjithë atyre të cilët garantojnë vazhdimsinë dhe mbijetesën dhe një konkurrencë të drejtë, një konkurrencë në kuptimin e konkurrencë midis këtyre bloqe. Ke parasysh marrëdhëniet e kurzuar që ka vendosur Kina me shtetet caktuar të Bashkimit Evropian për sa i përket fabrikave, linjave të prodhimit, por sikundër nga ana tjetër edhe mundësitë që mund të kenë dhënë vendet caktuar varësisht nga fakti se si ato kanë reaguar ndaj kërkesave kineze. Por gjithmonë Kina ka qenë shumë e ndjeshme ndaj kësaj lufte, e cila tashmë është një luftë e hapur, në kanë sheshit, pikërisht për të kontrolluar edhe jo vetëm burimet e këtyre minerale, dhe por përdorimin dhe gjithë furnizimin që vjen nga përdorimi i këtyre lëndëve, të cilët janë baza kryesore për teknologjinë, zhvillimin teknologjik që ka marrë për masa të papara sot. A mund të shndrohet zoti Lezi Grenlanda në një qendër globale për këto burime strategjike? Po mund të thuhet të nderuar, sepse edhe Grenlanda siç ka qenë për gjatë rrjedhave të kohës zona të caktuara me interes gjeopolitik për superfuqitë e kohës, po dhe aktorët, edhe Grenlanda për shkak të këtyre arsyeve që ne thamë, arsyet ekonomike, arsyet të interesit gjeostrategjik për shkak të pozicionit të saj, që është një thellësi strategjike për strategjinë e sigurisë kombëtare të Amerikës, që së bashku me Kanadan dhe ai do pasi e tillë, një vazhdimsi territoriale dhe vazhdimsi hapësirore, ai që thamë, ku në kursi historik, kursi gjeografik i historisë, do thonë historinë e përcakton vazhdimësia territoriale dhe gjeografia, dhe Grenlanda është një zonë me interes të madh gjeostrategjik, dhe gjeoekonomik, për industrinë e mbrojtjes amerikane, për bazat e saj, sistemit raketor dhe kundërraketor, për akullthyset amerikane, ku në rastin konkret ka një avantazh rus në raport me SBA-n dhe Kina gjithashtu, e cila konkuron, dhe të cilat e shohin me shumë interes Grenlandën, sepse në rast se përplasja dikushme ka qenë zona të caktuara në Afrikë, në brenda BE-s, brenda asaj që quhet Heartlandit, sot po shpërngulet gjithë, dhe rasti Grenlanda është ai që simbolizon më së miri këtë përplasje të mundshme midis këtyre interesave. Kemi parasysh që është harta e qiftet, sot jemi rikthyer gjeopolitikës së hartave dhe përmes saj interpretohen edhe sillet dhe qëndrimet edhe e këtyre fuqive, dhe Grenlanda më së miri mishëron këtë. Ndërkaq zoti Lezi, deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm rus për Grenlandën ka rikthyer në debatet çështjen e kolonializimit dhe sovranitetit në Arktik. I shihni këto deklarata vetëm një retorik politike apo pjesë e një strategjie më të gjerë nga ana e Rusisë? E nderuar, është në vijim të asaj pyetje dhe përgjigje që thamë, në qasje dhe strategjia ruse, po jo vetëm ruse, të cilët ato bën bashkë për të prish kohezionin e brendshëm perëndimor, dhe rasti e Grenlandës ato mundon ta shfrytëzojnë, dhe gjuha e përdorur është në funksion të kësaj. Është një strategji dhe luftë hibride që përdor Rusia, duke folur në termat e asaj të sovranitetit, integritetit, për mbrojtjen e këtyre vlerave, të cilët apelon në vendet të Bashkimit Evropian të reagojnë ndaj qasjes, po themi, arrogante të SBA-s, por që thelbi dhe shqetësimi rus është pikërisht në atë që mos kemi një afritë amerikane
përballë interesave të saj, sepse Rusia është shumë prezente në Arktik. Kemi parasysh një sistemin një numër të madh bazash të saj ushtarake atje, një sistem mbrojtjes raketore dhe kundërraketore, si kundër ato interesa që lidhen nga dy dhe për gjeohapësirën, si kundër edhe ato infrastrukturën e saj të akullthyesës, cila ka një avantazh konkurrues në raport të qoftë me SBA-n dhe me Kinën, dhe si tillë do panë në totalitetin e tij gjithë kjo strategji e luftës hibride që bën Rusia edhe përmes gjuhës përdorur për ta prishtë kohezionin e brendshëm të perëndimit, duke përdorur shembullin e Grenlandës, por që nga ana tjetër justifikon edhe sjelljen e tij edhe brenda rajonit, sidomos në luftën e të zgjatur tashmë të konfliktit me Ukrainën, dhe kërkon të asocioj për këtë arsye. E qartë. Zoti Lezi, nga ana tjetër mendoni se Arktiku tashmë po militarizohet gradualisht dhe interesat strategjike po shtohen nga pothuajse të gjitha fuqitë e mëdha dhe apo rikthehet tashmë logjika e luftës të ftohtë në këtë rajon? Po mund të thuhet edhe ashtu e nderuar. Ke parasysh se siç e thamë më parë, një prezencë një numrit të madh të bazash ushtarake ruse atje, sistemin dhe infrastrukturën në mbrojtjes të ngritur dhe mbrojtjes ajrore dhe kundërajrore, si kundër edhe investimet të bëra, por nga ana tjetër edhe SBA-ja nuk ka qenë prapa kësaj, edhe SBA-ja ka investimet e veta në këtë sistemin e mbrojtjes ushtarake, dhe pashtu edhe atyre investime ekonomike së bashku me Bashkimin Evropian, dhe janë një numër i madh projekte të cilët në shifra miliarda euro, të cilët e shohin këtë si një zonë me shumë interes gjeostrategjik. Kemi parasysh jo vetëm për aspektin ekonomik, gjeoekonomik, por edhe gjeostrategjik dhe çështjet e sigurisë kombëtare, sigurisë globale. Dhe për këtë arsye mund të flasim për një logjikë të luftës ftohtë, karakteristikat e cilës nuk kishin përplasje drejt për drejt midis këtyre blloqe, por përmes mesazheve që përcillen në zona të caktuara të interesit, fjalë ku ato ishin shpërfaqur. Kemi parasysh lufta e ftohtë nuk ishte një përplasje drejt për drejt midis SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik, por ishte një përplasje midis proksave, po themi, një luftë e deleguar që kishte të bënte me shtete të caktuara, qeft luftën e Vietnamit, Afganistanit, ajo në Evropë, në Berlin, që ishte perdja e hekurt, e cilat një farë mënyre ishte para ndale konfliktin bërthamor, po kemi parasysh atë logjikë që përfaqëson ajo, është por rikthehet edhe kjo logjika e luftës ftohtë, pikërisht si shprehje materiale i përplasjes interesash midis superfuqive, ku Grenlanda është siç e tham, është në shembull tipik i saj, pikërisht për atë që përfaqëson. Dhe afërsinë që ka gjeografike midis Rusisë ka një anë, prezencës kineze që të një rritje në aspektin ekonomik dhe interesat që të saj, po ashtu të Bashkimit Evropian, NATO-s, dhe nga ana tjetër edhe SBA-s, po themi është nyja e cila i kryqëzon përplasjen e këtyre interesave dhe mund të themi që është edhe një moment përplasjes tektonike, sepse aty po kulmon dhe është përqendruar dhe vëmendja midis këtyre interesave. Mirë, zoti Lezi, për ta mbyllur pyetja e fundit, rivaliteti tashmë për Groenlandën po zhvillohet në hershje sigurisht, por pasojat e tij mund të jenë afatgjata, por edhe globale. Si e shihni, cili është skenari më realist dhe cili më i rrezikshëm për të ardhmen e gjithë këtij territori? Të nderuar, kjo do të shifet edhe me qëndrimin evropian dhe të NATO-s, por duke qenë që janë vendet Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, ku edhe SBA-ja është pjesë e saj, kuptimin e NATO-s, dhe Danimarka gjithashtu, mendoj që do të gjinet gjuha, dhe mund të kemi disa skenar për sa i përket si mund të jetë e ardhmja, por besoj që
pavarësisht retorikës përdorë dhe gjuhës, perëndimi gjithmonë e ka gjetë konsens dhe arritmeve. Kemi parasysh edhe gjatë luftës ftoftë ka pas episode dhe konflikte potenciale të cilët në fillimet e tyre edhe janë ndezur, por janë amortizuar për shkak të një vullnetit të vendet anëtare të NATO-s për t'i parandaluar përshkallëzimin e tyre. Kemi parasysh konfliktin midis dy shteteve anëtare të NATO-s, Greqisë dhe Turqisë, apo përplasjet dhe në mosdakorsinë e Francës me Britaninë për çështjet e sigurisë ndërkombëtare, apo dhe Gjermanisë dhe Italisë e kështu me radhë, por që ka arë momentit cilët ato përballen një sfidë dhe konkurrenti si Rusia atëherë, por sot Kina, kanë gjetë gjuhën e përbashkët dhe mendoj që skenari më optimist është që Grenlanda të ketë një status të veçantë, ku të ketë një dominim dhe ndikim të ndjeshëm amerikan aty, me prezencën e tij që të garantojë çështjet e sigurisë globale, dhe jo vetëm të shërbasë interesat gjësaj, por përmes saj edhe ato nacionale dhe të vendet të rajonet të Bashkimit Evropian, në mënyrë që të përballet me konkurrencën dhe me sfidën e saj direkte të prezencës ruse, prezencës ushtarake ruse dhe asaj në rritje kineze. Kjo është një nga skenarët e cilit me shumë gjasa mund të jetë. Ndërkohë që skenari tjetër pesimist do të ketë që nuk do ta dëshironte askush nga vendet perëndimore, kemi një rupturë i kohezionit breshëm të këtyre vendeve ku do të lihet hapësirë edhe një gjuhë të hartë, në mënyrë që vullneti amerikan të jetë i tillë saqë mos t'i përfill fare ato për ta bërë fait accompli prezencën e saj ushtarake nëse do kemi një reaksion apo një kundërreagim të këtyre vendeve. Dhe kjo do ta dëshironte Rusia dhe Kina, dhe do të krijonte një vakum në këto vende ku kuptohet përmes saj do të përshkallëzohesh edhe ndikimi tyre ekonomik, po dhe sociale të tjerë. Po kemi parasysh që Grenlanda, Danimarka dhe vendet nordike kanë një ndihmëri të opinionit publik në përsa i përket vendimarrjes që ato marrin qeveritë e tyre, por edhe gjithë alatët, dhe si i tillë asnjë lloj vendimi nuk mund të pranohet, po që dhe bjen ndesh pikërisht me këtë opinion, i cili është shumë i fortë si dimension, dhe mendoj që kjo qasje amerikane do të triumfojnë kuptimin e prezencës saj si mbrojtje, por pa u neglizhu absolutisht edhe NATO, Bashkimi Evropian, po edhe interesi i Danimarkës dhe i popullsisë domestike vendore të Grenlandës, i cili nga natyra e tyre janë neutral, janë të pavarur dhe kërkojnë autonominë e tyre dhe ta gëzojnë frytet e asaj që i ka dhënë natyra vetë jashtë këtyre ndikimeve. Po kemi parasysh në marrëdhëniet ndërkombëtare nuk ka moral dhe këtu, po janë interesat e shteteve që përcaktojnë. Nga se konkret mendoj që interesi atlantik do të triumfojë. E qartë, mirë. Zoti Rezi, kemi ardhur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Të përshëndes, nderuar kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Ardian Elezi ku ndalëm tek Grenlanda, do ta mbyllim këtu edhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.